Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis biskota me tërshër dhe kakao. Për këto biskota kam 115 gram gjallë, e kam në temperaturë ambienti, kam 200 gram sheqer kaf, një kokër vezë të madhe dhe këtë në temperaturë ambienti, një lugë çaj e kam, mund të përdorni pastë vanilje, sheqer vanilje, unë do përdor sheqer vanilje, por mund të përdorni çdo lloj vanilje që ju dëshironi. 50 gram i kam kakao pluhur, 50 gram e kam miell, gjysmë lugë çaj e kam me kanellë, gjysmë lugë çaj e kam me sot, pak krip, 100 gram i kam tërshër, 100 gram i kam çokoladë në copa të vogla dhe 70 gram i kam rrushë të thatë. Përpërësit janë këto. Si fillim do shtojmë në mikser gjalpin, do shtojmë gjalpin dhe sheqerin. Do ta vëmë mikserin në punë, gjithsa të bashkojnë mirë përbërësit dhe gjalpi të fillojë dhe të zbardhet. Pasi kam përzier gjalpin me sheqerin, do shtojmë vezën dhe vaniljen. Thash, unë do përdor sheqer vanilje, por mund të përdorni çdo lloj vanilje që keni dëshirë. Pasi kemi përzier gjalpin, kam sheqerin, vezën, vaniljen, do shtojmë përbërësit e tjerë. Atëherë kemi miellin, tham sodën, kanellën, do shtojmë kakaon, edhe tërshërën. Në fund fare do lëm çokoladën dhe rrushin e thatë. Si kemi përzier mirë të gjithë përbërësit, në fund do shtojmë çokolada, të cilat i kemi në copa të vogla, dhe rrushin e thatë. Të bëhet një përzierje e fundit. Atëherë për shumë pak, se nuk është se do shumë, në fund që shtojmë çokoladën edhe rrushin, do shumë pak të përzihet. Është një brum goxha i trash i ngjeshur, nuk është se është brum i shkrifot siç jemi mësuar për biskotat, sepse siç e pat ka shumë pak miell dhe pjesa më e madhe po themi është tërshër. Pastrojmë mirë makinerin. Pjesa që ne kemi rrahur brumin, do ta heqim dhe do fillojmë dhe do lëvizim nga ena jon brumin. Siç thash, duhet një brum goxha i ngjeshur, por dalin biskota me të vërtet super të shijshme. Brumin e kemi gati. Me lugën e akullores do ndihmohemi që të marrim brum dhe ta shtojmë në tavë. Te tava kam shtruar letër fure. Brumin e kam vendosur të gjithë në tavën që do ta pjek. Do marr mund të merrni një gotë, një filxhan, çfarë të dëshironi ju, e fusim në ujë, normalisht ujë i pishëm, dhe i shtypim pak nga sipër biskotat. Sepse thash, duke qenë që është një brum, jo si brumi i biskotave që jemi mësuar i butë, i shkrifot, po është një brum paksa i ngjeshur, më saktë është i ngjeshur goxha, nuk është aq i butë, po themi sa biskota, dhe duhet ta ngjeshim pak, që mos të na arrin me cepa me maja nga sipër, që mos të digjen ato pjesët sipër, po themi. Digjen dhe ose piqen më tepër se ç'duhet. Dalin biskota me të vërtet super të shijshme. Atëherë i kemi shtypur të gjitha nga pak dhe i kemi gati. Atëherë do t'i fusim në furrë në 180 gradë për 12 minuta, 10-12 minuta do ta shikoni vetë.
biskotat e mia me tërshër kam përfunduar, pasi jam pjekur, i kam lënë të ftojnë plotësisht dhe pastaj i heqim nga tava. Ju sugjeroj t'i provoni se dalin me të vërtet jashtëzakonisht të shijshme. Ju bëf të mirë, miq të dashur.